rikthyer, kemi kaluar në një moment tepër të veçantë. Që në fillim të emisionit e kam paralajmëruar se do të kemi një mozaik artistësh, këngëtarësh, mysafirësh të veçantë, do të lëvizim gjithandej. Se jepse jemi në festën e Flamurit. Ajo është një artiste, është poetesh, është këngëtare, jeton e vepron në diaspor, në Mërgat më pëlqen më shumë t'i them, por gjithmonë është me zemër e me shpirt e me këngë me zë e me poezi në Kosovë. Për ju, për ne, për të gjithë, zonja Fatime Kalimashi. Hajde Fatime, mirë se erdhe. Hej Fatime, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Sa na ke sjell bukuri sot, falenderoj që qenë nga fillimi i emisionit ke qenë pjesë e pandar spektaklit ton. Urime 28 nëntori, urime Dita e Flamurit. Faleminderit, urime për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në përbot. Gjysmën e jetës në Kosovë dhe gjysmën në Mërgat, apo ma shumë u bon Mërgatash? Më tepër në Mërgat. Më tepër në Mërgat. Për vitet të tëra e keni festu ditën e Flamurit dhe zakonisht e feston gjithmonë në Lozan aty ku jeton apo edhe në për vende tjera? Jo, edhe në për vende tjera. Edhe në për vende tjera. Po, më pëlqen këtu. Kur ishe e re këndoje? Kam kënduar në ditët e shkollës, por që nuk e kam praktikuar edhe aq shumë. Por në shtëpi gjithmonë. A në shtëpi gjithmonë? A ke trashëgimi, kështu pedigri familjare? E kemi genetike, sepse babi im edhe i ka ra kavallet, vlezit, fyelit dhe kavallit. Nëna ka kënduar, por në pamundësi në atë kohë. Kështu që edhe motrat këndojnë, e kemi pak genetike. Qështu ju Kalimash? Kalimash në të mire në pjesë artit, apo më tepër nga familje... Hotët! Sigurisht që jam ndesh hoti dhe ndesh gjithë pasirë. Prandaj edhe muzikën e kam në që. Të lutem. Poezin kur ke fillu me shkruaj? Qysh e vogël, poezin, po, kam lindur me ato vargjet, kështu që momente që jam mësuar të shkruaj dhe të lexoj, gjithmonë me atë inspirimin e vargut, po. Ke përmbledhje deri më sot? Ke botu përmbledhje? Po, kam gjithsej 15 vëllime të botuara. 15 vëllime të botuara! Kryesisht në Mërgat, apo kishe bart me vete dhe... Në cilën moshë shkove në Mërgat? Në moshën 20 vjeçare. 20 vjeçare. Shkru martova. U martova? Po, u martova dhe në Gëbetshkova. Ku e njohe burrin? E kam njoft moshën 7 vjeçare. Motra ishte e martuar për vëllaun e tij dhe kështu që miqësia vazhdoi. Atë ka përcjell ai? Nuk e di, por shpesh herë burri thotë edhe familjes burit se jemi shumë kushërira të martuara në një familje. Jemi 5 kushërira. I pëlqejt parës edhe të nejrenju? Po, edhe bënin shaka, e dërgojmë një zarf pa pull, ndërsa këtë jetë me pull. Ajo pak se ishte pak e rëndë, por me gjithë atë jam e lumtur që kemi dominuar dhe aty kemi kultivuar gjithçka të bukur. Kush ja tha njëri tjetrit ma? Ta tha i ty apo? Ai. Po. Po e prisje? Jo, nuk e prisja. Jo, nuk e prisja, se nuk kisha dhe nuk e dija që ndoshta do të martuasha në atë familje, por me gjithë atë, jo. Do më thonë, s'kishe nëj farë si hariqi, kështu emocional ma herët atë diqka? Jo, sepse ishin ëndra tjera, nuk e kisha në mendja fejesen as martesen. Çfarë ëndra s'kishet? Po, ëndran për mi vazhdu studimet, me jetu një ndryshe. Regjistrove fakultetin? Po, kur kam qenë në Zvicër, po, jam regjistruar për 9 muaj, po pastaj e kam ndërprej për shkak një... Krijimit familjes. Sigurisht. Po, bukur shumë. Edhe ai të morri me vetë atje në Zvicër? Po, para se të martoheshim ai bëri dokumentat dhe i kisha tashmë letrat e rregulluara, por gjatë kohës kur unë ne ndam edhe datën e caktuar të martesës, pak para martesës humba nënën, por megjithatë ceremonia u bë martesës dhe shkova në Zvicër. Por sigurisht që fillimet e para kanë qenë shumë të vështira, për arsye që humba nënën, por edhe shkëputja nga vendlindja, nga dheu, nga njerëzit, nga shkolla, nga shoqëria, ishte pak e vështirë, por megjithatë e pash që s'kisha tjetër zgjidhje veç se të integrohesha, të bëj një rreth shoqëror,
të mësoj gjuhën dhe të vazhdoj me jetën normale. Të krijova një familje shumë të shëndosh. A kemi poezit asaj kohe ku shprehin emocionin, mërzin, Po, shkëputjen nga dheu, të dukej që s'do të kthehesh kur? Ishin vitet vështira plus, ë? po në atë kohë fillimet ndoshta nuk isha mësuar edhe të largohesha nga vendi deri në Prishtinë, deri në Prizren, s'kam shku më tepër, më larg. Prishtinë, Prizren. Mirë, po krejt, fillimisht që ashtu kena shku, ma shumë. Po, edhe ka qenë pak e vështirë, por unë jam mëshiruar gjithmonë me vargun. Ka qenë një terapi që e kam përdor vazhdimisht dhe aty kam qajt, kam qesh, kam këndu dhe kam hesht, sa herë me letrën jam përballë. Të gjitha i ke shpreh aty në poezi. Fillove me këndu një herë? Po, kam kënduar, jam marrë me aktivitete. E keni kriju një shoqëri pastaj? E cila është edhe sot e kësaj dite jashtëzakonshme. Që quhet? Unë tani jam në shoqërinë kulturore artistike Ilirët në Lozan, që tash e 31 vite. Ilirët? Po. Ilirët. A ju keni tregu zvicenarve se jemi Ilirë dhe pik? Po, jemi Pelardo, Iliro, Dardano, Shqipto. Jemi Ilira dhe jemi të uta. Kam bërë disa këngë, kam kënduar gjithmonë, e kam një repertor gjatë të mirë, por që në fakt asnjëherë nuk doja që të bëja klipe. Dhe me insistimin e bashkëshortit dhe të fëmijëve, sigurisht që mandej fillova dhe t'i bëj publike edhe t'i bëj klipe, t'i shoqëroj me video. Sa fëmijë ke? 3. Djemë vajza? Rritur, 2 djemë edhe një vajzë, çmimet vogël e kam 22 vjeçar. 22 vjeçar. Burri si e ka emrin? Ibrahim. Po fëmijët? Iliri, Aisha dhe Almia që i përshëndes nga zemra. Të gjithë i përshëndesim dhe i përqafojmë prej tua. Pa në falenderojmë që ka shëtërtit të mjetë në këtë krimtarin tonë? Familjen time gjithmonë bashkëshortin edhe fëmijët. Gjithmonë bashkëshorti më ka mbështetur, më ka suportuar, por në fakt kur janë bërë fëmijët, ata kanë qenë, si them, një shtyllë akoma më fort, e kanë fuqizu këtë, ndoshta edhe idenë për krijimet e mia dhe atë frymëzimin më të fuqishëm që unë ndoshta e kam ndje dhe e kam ndjerë në së bashku me dashurinë dhe respektin që kam gëzuar ndaj tyre. Po fëmijët kanë shku rrugës tënde, këndojnë ata, atë kanë gja? Djali vogël po këndon, po ai këndon rap. Rap, malisht muzikë të kohës. Po, edhe shkruan poezi. Edhe shkruan poezi. Poezitë e tij janë mahnitse, për faktin që nuk e di ku e gjen atë frymëzim, por janë aq të thelluara, aq të preken në shpirt, saqë unë nuk e di ku i gjen ato fjalë. Shkruan shqip? Jo, shkruan në frëngjisht. Frëngjisht! Çuni vogël më tepër në gjuhën frënge, ndërsa të dy të rriturit. Aty ku lindë u rrit. Po, sigurisht, por të dy djali i madh dhe vajza, ata edhe kanë shkuar në shkollën shqipe, kanë vijuar mësimin plotësues dhe janë certifikuar, shkruajnë mirë dhe lexojnë shqip, edhe djali i vogël shkruan dhe lexon, por kanë gjetje. E burri atë ka ga, po kënonej. Jo, që 30 vite është e pamundur. E s'pëmsohet! Jo, edhe bile, i tham shpesh herë me vazhdue. Me ndëgjua e ke mësu? Po. Me ndëgjua e ke mësua? Po dita e puna. Pa tjetër, kush është ai burr që nuk dëgjon sot në ditët e sotit. Jo, veshti kanë mirë krejt. Veshti kanë mirë krejt. Mos mi posh mirë, unë gjesim atu. Në dëgjuesit. Por është një dëgjues i mirë. Për këtë fest do ta këndojmë një këngë, që quhet? Ku ka zemër që rre shqip. Ku ka zemër që rre shqip, një flamur e mban në shpirt. Kush e ka bërë? Tekstin e kam shkruar vetë, me që jam edhe tekst shkruese dhe autore disa veprave, sigurisht që tekstet kam dëshirë t'i këndoj të mijat, dhe kam pas shumë të arsyeshme për vetë faktin që jemi në nëntorin e kuq, në ditën e flamurit, dhe ta promovoj këtë këngë dhe ta këndoj me dashurinë më të madhe për festën e nëntorit. Është në ati konte që jam këtu dhe të falenderoj nga zemra për ftesën dhe për konsideratën, duke pas parasysh pikërisht ndoshta këngën me cilën përçoj një mesazh adhe dashurie, jo vetëm për flamurin, për gjuhën, për kombin dhe për rënjat tona. Kush e ka bërë kompozimin? Studio Leshi në Zvicërë? Jo, në Shqipëri. A, në Shqipëri? Po. A, po, përshëndesim. Ti duar të pasë në absolutit. E Fatime, sonë të jemi
ke dinamikë në zi, më pak fjalë, më shumë këngë, më shumë ritëm, po ta lëm skenën dhe urime gëzuar edhe një herë dita femrore. Faleminderit gëzuar për të gjithë. Juve dhe gjithë shqiptarëve. Patjetër. Kudo janë, nuk ka tjetër veç Ninan. Nga të parët në përbreza uruj fjalla edhe besa Gjitha të rojet arbërore mbrojnë gjuhan tonë hynore Dite nati lutem Zotit Për atë gjak të kastriotit Në sofra tona mos ketë ndarje të bashkuar zemrat shqiptare Në çdo skaj të botës kudo ne që jemi Kombin ton ta ruajmë një atë dhe kemi Ku ka zemër që rreshqit Një flamur e mba në shpirt Një flamur, një gjak, një emër Shqiptarin e ka në zemër Shqiptarin e ka në zemër Rënje tona bim prej gjaku Plotë lulli ku që shtiz bajraku Për ku nana ndjek të drunit Valon Shqipjan mes flamurit Toske ge kudo që jemi Një flamur të gjithë e kemi Të krishtere musliman Jem një gjak e kemi nan Në çdo skaj të botës kudo ne që jemi Kombin ton ta ruajmë një atë dhe kemi Ku ka zemër që rreshqit Një flamur e mba në shpirt Një flamur, një gjak, një emër Shqiptarin e ka në zemër Shqiptarin e ka në zemër Në çdo skaj të botës kudo ne që jemi Kombin ton ta ruajmë një atë dhe kemi Ku ka zemër që rreshqit Një flamur e mba në shpirt Një flamur, një gjak, një